17 maj i përvitshëm rikthen pas në kohë kujtimet e tragjedisë së Pokës Sajdate të vitit 1999, ku vrane u masakruan 43 persona nga forcat barbare serbe në fshatin Shqiponj. Ndërka dje, me një manifestim përkujtimore homazhe tek varrezat e dëshmorëve, nga banor, krerë institucional e shtetëror të shumt në numër, u përkujtua mundi e sakrifica për liri e të rëndëve, atyre që pa hezitim luftuan dhe dhan jetën për më të shtrenjtën liri. Të pranishmit, duke nderuar thellë kontributin e dëshmorëve e luftëtarëve të lirisë dhe çlirimin e fshatit Shqiponj tashë 27 vite, kujtuan rezistencën shekullore të popullit të Kosovës ndaj regjimit serb. Kujtojmë se më 17 maj të vitit 1999, Jabllanica e Dushkajës, tashmë Shqiponj, ishte zona e parë e lirë në Kosovë. Në këtë përvjetor, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të shumt ritheksuan rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të sakrificës së atyre që ranë për lirinë e vendit. Ceremonia përfundoi me vendosjen e kurorave me lule dhe me mesazhe për unitet, paqe dhe respekt të përhershëm për të gjithë të rënët e luftës.